37 trilion qeliza kemi në organizëm dhe kemi po kaq mikroorganizma. Dhe ne kemi nisur takimin ton me një shef. Është serumi ai i pari që duhet vendosur dhe pastaj vjen kremi mbi serumin. A ka gjithmonë rëndësi çmimi tek një produkt dermokozmetik? Është vënë re që kemi gjithmonë më shumë lëkura të ndjeshme, barriera të cilave është dëmtuar. Që një biznes të ecë duhet kesh dhe disiplinë, pa diskutim. Njeriu duhet të punojë në përditshmëri, njeriu duhet të ushqehet në përditshmëri, njeriu duhet të stërvitet në përditshmëri. Kur na vin e keqja derdera themi u bobon. Tregu farmaceutik e shikoj shumë të gërshetuar me AI, me inteligjencën artificiale. Pse këta të rinj po i duan kaq lehtë gjërat sot? E kam më shumë rëndësi prezencën në këtë tokë. Health and Sport Partners prezanton podcastin pa recetë, i mundësuar nga Farmaci Sidi, Vichy, La Roche-Posay, Dr. Brown, Kerrywell dhe Vitanet. Në një treg që flasin shumë pak janë referencë. E tillë është dhe e ftuara ditës së sotme Arba Gramo, një farmaciste me profesion, një sipërmarrëse dhe mbi të gjitha një figurë shumë e dashur për të gjithë farmaceutikën, farmacistët, por dhe pacientët. Arba, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Vërtet thua, jam e dashur për kolegët, për pacientët. Më pëlqeu shumë si më prezantove. Dhe ardhur nga një koleg, më pëlqen akoma më shumë. Unë e kam nga vetja ime, ku vitëm përpara, para se unë të dilja në banak, shikoja videot e tua, prezencën tënde në rrjetet sociale dhe thoja, okay, Arba, një person i cili del me informacione, na jep informacione dhe ke qenë ndër të parat të cilët ke dhënë mjaftueshëm për të gjithë pacientët e tu, pacientët në tërësi dhe jam përpjekur gjithmonë të bëjmë më të mirë në fakt, megjithatë ishte shumë e re, shumë i ri si trend të bërit të videove informuese në kryesisht në Instagram. Por që jam përpjekur gjithmonë të bëj më të mirën dhe më vjen mirë që është përcjell kështu. Falenderoj. Tani emri juaj, siç e thash pak më përpara, njihet nga publiku i gjerë. Por kush është Arba jashtë farmaceutikës dhe jashtë profilit të farmacisë? Në fakt, unë më duket sikur më shumë kam ndarë me publikun pjesë të jetës time që nuk kanë të bëjnë me punën. Jam shprehur publikisht për situatat vështira të jetës time. Megjithatë, mendoj që po, nëpërmjet rrjeteve sociale kam qenë prezente edhe si farmaciste, edhe pse duhet ta theksoj që si farmaciste në banak, kështu siç shprehemi në farmacistët, pra në kontakt drejt për drejt me pacientin ditë pas dite, unë nuk kam qenë ose nuk kam qenë thuajse fare, që të mos them nuk kam qenë shpesh. Pra, në fakt, farmacia për mua ka qenë pasion. Nuk ka qenë farmacia në vetvete edhe një herë duke qenë gjithmonë pas banakut, por të shërbyerit ndaj njerëzve. Ka qenë për mua arsyeja kryesore pse u fokusova në farmaci. Ose më mirë pse pranova, pasi ishte edhe një kërkesë nga IMAT në atë kohë. Kështu që Arba pas profesionit, në fakt ngjaj shumë me atë në profesion, ashtu siç më kam parë ato që më njohin nga rrjetet sociale, sepse e bëj këtë punë me shumë dashuri, me shumë integritet, do thosha, siç besoj që duhet bërë nga të gjithë punojësit e shëndetit. Mua më pëlqen shpesh ta quaj veten punojës e shëndetit, sepse jemi mjekët, mund të jenë infermierët, çfarë që kanë, ne të gjithë kemi një qëllim të madh. Shërbimin ndaj njerëzve, ndaj shëndetit të njerëzve. Dhe jashtë profesionit jam një grua e cila në fakt personalisht është rritur çik vonë, pasi kam qenë përgjithsisht ajo vajza e mirë në hijen e babait, fillimisht, pastaj në hijen e ish bashkëshortit tim dhe më vonë në jetë, pasi disa gjëra ndryshuan në jetën time private, mu deshi të përballem me botën reale. Jam nënë e 3 fëmijëve, tashmë të rritur, dhe thash, përpiqem që ashtu sikurse në jetë edhe në profesion të bëj të njëjtën gjë, të dua atë që bëj, çfarë do gjëje që bëj, qoftë kjo në përditshmëri apo dhe me strategji më të largëta, dhe
të kem të përpiqem të kem integritet. Integriteti është një nga pikat referuese të tua dhe këtë unë nuk e vend diskutim. Por nëse do të pyes për sukseset e tua, të deri tani dhe që unë i cilësoj fantastike, çfarë është sekret nga Arba dhe çfarë fshihet pas një suksesi që publiku nuk e njeh? Unë kam një problem me fjalën sukses, sidomos kur sidomos, por përgjithsisht kur themi sukses, gjithmonë kemi parasysh suksesin në karrierë, në profesion. Dhe ky quhet si sukses. Pra, o je i suksesshëm ose je i suksesshëm, dhe kjo do të thotë ose ke arritur diku në profesionin tënd apo ke bërë shumë para ose jo. Këto të dyja janë karakteristikat kryesore. Sot i kësaj dite unë mendoj që duhet të fillojmë të ndryshojmë pak këtë e para, sepse sukses për mua i madh për shembull ka qenë që i kalova një periudhë shumë të errët të jetës time dhe jam prap sot këtu ku jam dhe shumë më e fortë se më përpara për mua. Dhe mendoj që të gjithë njerëzit duhet të fillojnë të krahasojnë veten me veten, pra para ca vjetësh dhe mbas ca vjetësh, dhe gjithmonë më pak me të tjerët, që në fakt është një mënyrë të jetuar të cilën mbas edhe kemi trashëguar që më parë, por që më shumë na dëmton se sa na bën të ecim përpara. Kështu që për mua, qoftë edhe në profesion, në qoftë se ju më quani të suksesshme, faleminderit. Unë sekret të suksesit tim mund të them që është pikërisht kjo, duhet me dasht atë që bën. Dhe duhet me dasht është shumë e rëndësishme edhe nga nisesh, pra duhet ta duash, por edhe të nisesh të arrish diku duke mos u nisur nga pamjaftueshmëria. Pra nuk mund të themi unë nuk kam këtë dhe nuk kam dhe tash duhet të bëj diçka sepse duhet të arrit diku që të kem. Dhe kur them të kem, nuk kam parasysh vetëm parat, kam parasysh shumë gjëra, po duhet të nisesh gjithmonë nga pozitiviteti i të rriturit të vetes. Pra jam këtu ku jam falënderues për çdo gjë që kam, por në fakt dua të arrij dhe atje, dua të bëj këtë. Mund të jetë edhe një dëshirë shumë e vogël, duhet blej një shtëpi, dua të bëhem pedagoge, nuk e di, dua të mësoj gjithë dynjan pra, ose dua të shërbej sa më shumë njerëzve në një shkallë më të gjerë. Nuk më pëlqen të shërbej vetëm kaq pak njerëzve në farmaci. Dua të shërbej shumë më gjerë se kaq. Çfarë mund të bëj? Pra gjithmonë me dëshirën e mirë për të arritur diku që të jetë e kënaqshme për shpirtin tënd, por edhe për ata të cilët ata të cilëve ti po i shërben. Profesionin tonë është shumë e rëndësishme kjo. Nëse i referohemi tre shtyllave, këmbguljes, intuitës dhe dëshirës për të ecur përpara. Kush nga këto tre shtylla të karakterizon ty si individ? Intuita fillon e para, mendoj unë. Intuita fillon e para. Pastaj intuita në fakt duhet jetë dëshira për të ecur përpara, duhet të ekzistojë për çdo gjë. Dhe pastaj sigurisht që duhet ta ndigjojmë intuitën, duhet ta dëgjojmë patjetër, duhet mësojmë ta dëgjojmë më shumë atë intuitën, atë shqisën e 6, dhe pastaj patjetër këmbgulja me disiplinën, të dyja bashkë, sepse kam mësuar mbase pak vonë, por që nëse nuk ka disiplinë, qoftë edhe në jetën tënde të përditshme, qoftë edhe për të mbajtur një shëndet të mirë, për shembull unë tani që kam arritur një farë moshe dhe shëndeti nuk vjen më aq kollaj sa kur ishe i ri, duhet disiplinë, për çdo gjë duhet disiplinë, por duhet filluar me dëshirën e mirë, me intuitën dhe pastaj këmbgulja dhe disiplinë. Tani jo vetëm për mua, po edhe për gjithë ti dukesh gocë e re. Okej, tash. Okej, faleminderit Marsil. Sa ka qenë vendimtare disiplina në të gjithë karrierën tënde? Absolutisht shumë. Pra, siç e thash, në fakt në kompaninë ku jam aktualisht, që është një kompani e imja, dhe më është dashur ta ngre vetë çdo gjë. Më përpara kam ngritur emrin tim duke qenë në një kompani tjetër dhe pastaj më është dashur të ngre vetë biznesin. Të qenit pasionant për diçka është shumë e rëndësishme, patjetër, dhe tash më udhëheq, sidomos kur kjo ka të bëjë me shëndetin e njerëzve, është edhe çështja e integritetit që përmenda më parë, por nga ana tjetër për që një biznes të ecë, dhe këtu mund ta përdor fjalën sukses, të jetë suksesshëm, ti duhet të kesh dhe disiplinë, pa diskutim. Kështu që ka marrë rëndësi të veçantë disiplina në punë në vitet e fundit, them 15 vjetat e fundit mund të them, dhe po është thjesht është një kriter mbase decisiv. E the që
të paktën ja 15 vjet ti pash unë nga biseda tani që ke eksperiencë, po ndoshta edhe më tepër. Ku e shikon farmaceutikën ditët e sotme krahasuar me vite më të mëparshmet? Farmaceutikën në tërësi industrinë thua. Në një moment shumë të vështirë e shikoj në fakt. Në një moment shumë të vështirë sepse shkenca siç ne e kemi njohur, të paktën kur unë kam përfunduar studimet dhe goxha vite më pas, nuk ka më të njëjtin kuptim siç ka pasur. Pra, unë dhe ti besoj dhe të gjithë ne që kemi studiuar shkenca dhe jemi edhe sot e kësaj dite në aplikim të saj, ose të paktën çdo gjë që ne bëjmë mbështetet në shkencë, ka ndryshuar, sepse kemi filluar të kuptojmë që pas Covidit, mbase diku aty këtu i quanim, mbase dhe i quajmë sot disa teori konspirative, por kemi filluar të mendojmë pak më ndryshe dhe të bëjmë pak më shumë pyetje. Pra nëse një herë një kohë merrim ngjyrat e mirëqenia, që pra ky bar është i tillë dhe duhet përdorur për këtë dhe kaq ka këto ndërveprime, efekte anësore etj. Sot kanë filluar njerëzit të pyesin njerëzit, pra pacientët, dhe pyesim ne, duhet jemi atë që pyesim më shumë. Pse? Pse përdorim këtë dhe cili është në fakt mekanizmi i veprimit, po në fakt kush është shkaku? Ajo që kemi kuptuar, mendoj të gjithë, është që një bar përgjithsisht, ose ka shumë raste sot kur një bar trajton realisht simptomat e një sëmundje, në një kohë që merremi pak me rrënjën e problemit. Pra ku ky problem ka ardhur? Është futur në lojë sot ajo që quhet mjekësi funksionale apo holistike, dhe që e shikon më gjerë çështjen e shëndetit. Pra flet për si jeton ky njeri, pra stili jetës mbi të gjitha, ajo jeta sedentare që ne kemi pas bërë dikur në sëmundjet e brendshme që ishte gjithmonë në etiologjinë e çdo sëmundje, dhe sot e kësaj dite pikërisht ka mjek që pyesin, mirë pra, e kemi pas shkruar në përtekste. Po ndërkohë, a i pyesim këta pacientët? Tani, kur mjeku kardiolog të thot, pasi ke kaluar diçka që shiko se duhet të ecësh, apo një person i diabetik i thuhet që duhet të ecësh kaq me hapa e tjera, dakord. Por mos ka qenë pikërisht ky problemi përpara që kemi ardhur në këtë pikë? Pra jo çfarë të bëjmë në momentin nga ku jemi të sëmur, po çfarë të bëjmë për të parandaluar. Dhe mua kjo më pëlqen shumë. Ta paralelizoj me një situatë si sportist tashmë. Ne në peshngritje stërvitemi 3 deri në 6 muaj vazhdimisht me pesha për ditë, me ushtrime të ndryshme, dhe kemi 2 minuta kohë për të shpjeguar edhe për të përcjell dhe për të ngritur ato peshat që ne kemi bërë stërvitje 6 muaj. Dhe në total janë 6 sete të cilat ne duhet t'i organizojmë dhe t'i shfaqim në publik. Pra, e paralelizoj këtë sepse lidhen ngushtë. Njeriu duhet të punojë në përditshmëri. Faleminderit. Njeriu duhet të ushqehet në përditshmëri. Ushqimi, patjetër. Njeriu duhet të stërvitet në përditshmëri. Dhe pastaj kur na vin e keqja te dera themi u bobone. Eksakt. Dhe mua më vjen mirë që në përgjithësi, jo vetëm industria farmaceutike, se në fakt kjo i përket përgjithsisht, ta i them edhe një herë, punonjësve të shëndetit, mjekëve, çuncikat, të gjithë neve që kemi vendosur të kushtojmë profesionin ton shërbimit ndaj shëndetit të njeriut, të gjithë neve kjo duhet të fillojë të na tingëllojë gjithmonë më fort në vesh. Sepse unë mendoj që është, si çdo gjë tjetër xhanëm, është një punë në grup. Ne të gjithë jemi komplementar të njëri tjetrit. Vërtet kemi bërë studime të tjera, vërtet kemi role të ndryshme, por ama të gjithë jemi shumë të rëndësishëm dhe nëse të gjithë bashk do punonim vetëm me qëllimin e vetëm që ky pacient apo çdo pacient ndonjëherë të jetë i shëndetshëm, të gjithë duhet të fillonim nga në fakt si është kujdesur ky pacient përpara, ose të edukojmë brezat e rinj për mënyrën se si duhet të jetojnë, ose të paktën për ato pilarë të rëndësishëm të një trupi të shëndetshëm, që në fakt është pastaj edhe një jetë e shëndetshme. Dhe mos i gjendemi para faktit, siç the ti, ku tani jemi këtu të smur dhe bobo çfarë të bëjmë. Mua më pëlqen Gjermania për një gjë, sepse gjithmonë kur kam hasur disa studime apo në kërkesa të ndryshme që ata kanë për popullin e vet, ata shikojnë gjithmonë për brezin e ardhshëm. Pra çfarë do ndodhi pas 20 vitesh apo pas 30 vitesh, pra mendojnë gjatë gjithë kohës për këto situata.
Tani, nëse I referohemi dhe ne si farmacist, sa e rëndësishme është këshilla e farmacistit, që ndoshta nesër pas 5 vitesh apo pas 10 vjetësh, të kemi këta 23 vjeçarët, 25 vjeçarët, 20 vjeçarët, ti kemi më shëndet më të plot, më aktiv dhe mos shkojnë tek medikamentet. Kjo është. Shiko, unë mendoj që në fakt në këtë pikë neve jemi kontingjenti më I rëndësishëm në këtë pikë, sepse te mjeku shkojmë kur kemi një problem. Kjo është pak, po e sigurt. Plus që këtu në Shqipëri është edhe e kemi edhe si mënyrë të jetuari që fillimisht shkojmë te farmacisti dhe tregojmë për shqetësimin që kemi, dhe pastaj është farmacisti ai që ose e zgjidh momentalisht nëse mendon që është një problem që mund të zgjidhet momentalisht me barna over the counter, pra pa recetë që mund t'i jap, apo ndonjë gjë tjetër, apo duhet ta drejtojë te mjeku. Farmacisti është po ashtu shumë I rëndësishëm në momentin kur vjen receta nga mjeku dhe duhet të ekzekutojë recetën, sepse është syri I fundit, ai I cili në fakt këtë bar që është tashmë I shkruar, është vetëm akoma në letër, është akoma teorik, duhet ta përkthejë në prakticitet për pacientin. Ne e dim shumë mirë se sa probleme kanë barnat, nëse nuk merren në dozat e duhura, nëse nuk merren në mënyrën e duhur, nëse kanë ndërveprime me barna, me suplemente apo dhe me ushqime të tjera. Dhe po thosha që për mua roli I farmacistit në këtë pikë është thelbësor. Sepse nëse ne do të jemi të edukuar mjaftueshëm, dhe këtu besoj që ka shumë për të thënë për si mundet të gjithë neve të bëjmë maksimumin për edukimin më të mirë të kolegëve tanë, ata që janë gjithë ditën në farmaci dhe që mbase nuk e kanë mundësinë gjithmonë të hapin, të lexojnë për shkak të ngarkesës së punës që mund të kenë, por edhe sepse të punuarit në farmaci, se mbase njerëzit jashtë nuk e dinë shumë mirë, por të punuarit në farmaci gjithë ditën është një punë relativisht e mërzitshme nëse nuk ka punë dhe shumë e lodhshme kur ka njerëz. Pra është një punë me një ngarkesë të jashtëzakonshme, përveç të qenit biznes, një farmaci është një biznes I cili ka një përgjegjësi të madhe. Pra ai personi që shet atë barin, atë produktin, çfarëdo qoftë ky, se jo vetëm barnat, ai ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme për mënyrën se si e transmeton atë informacion që ka dhe sa të mirë e ka informacionin që ka dhe sa të updateuar e ka informacionin që ka. Sepse ne kemi mësuar ato që kemi mësuar në shkollë, patjetër, dhe kanë qenë ato janë baza mendoj për të gjithë farmacistët, por sapo folëm që gjërat kanë evoluar dhe tani shëndeti I njeriut shikohet ndryshe. Kështu që për mua tani farmacisti është si para nuk e di sa vitesh ka qenë kur njerëzit njihnin vetëm farmacistin dhe farmacisti ishte edhe mjek dhe farmacist dhe çdo gjë. Pra ishte edhe kimisti, po ishte edhe ai që thoshte, për këtë duhet marrësh këtë, për këtë duhet marrësh këtë. Aq I rëndësishëm është. Okej, tani ne u hodhëm nga një temë në një temë dhe prekëm një temë shumë të rëndësishme aktualisht. Si mund t'ja bëjmë të thjesht kolegëve tanë, po edhe ne vetes tonë, marrjen e informacionit, sepse jeta e përditshme e farmacistit, ashtu siç ti e preke, është shumë e ngarkuar. Një farmacist nuk bën thjesht vetëm punën e farmacistit, bën punën e ekonomistit, bën punën e të gjitha, të përfshira në një profesion të vetëm. Dhe si mundet ne ta përcjellim më mirë informacionet kolegëve tanë, por dhe vetes tonë? Shiko Marsil, e para njëherë sepse duhet të them që unë e them këtë shpesh në situata dhe në biseda të ndryshme që një marrëdhënie do se s'bën të dyja palët të jenë të përfshira. Pra ti vërtet pyet çfarë mund të bëjmë neve, por nga ana tjetër nëse pala tjetër pra kolegu jon përballë nuk do të jetë interesuar për këtë, çdo efort që ne mund të bëjmë do të shkojë dëm. Apo jo. Dhe ndaj ne nga ana jon unë të paktën në kompaninë që jam për të gjitha markat që zgjedh që të kem në portofolin tim. E para njërë që kur I zgjedh ato marka përveç cilësisë që nuk e diskutoj fare, ajo që shikoj është nëse kompania që kam përballë më ofron edukim së pari mua dhe stafit tim, që pastaj ne të jemi të afta për cillim këtë te kolegët farmacist apo te kolegët mjek kur është nevoja. Dhe kjo është për mua bazë. Thjesht nuk mund të punoj ndryshe sepse e di që një produkt nuk mjafton të lexohet në internet, nuk mjafton të lexohet apo të kërkohet dhe në ChatGPT, Claude apo çdo lloj AI tjetër, që të paktën për momentin ne nuk kemi një AI I cili është I fokusuar te barnat, suplementet e tjera dhe është trajnuar për këtë dhe po hapim të lexojmë këtu. Por siç tham fund ditës kush ka kohë të lexojë për çdo gjë. Kështu që ajo që ne si kompani bëjmë është ofrojmë trajnime. Un kam mbase mund të jem ndër
jo nuk po them ndër të paktët, por mund ta them edhe ndër të paktët, importues apo edhe distributor nëse duam, apo dhe kompani përfaqësimi, që unë kam një trajnuese in-house pra të kompanisë, e cila është një farmaciste që edukohet në mënyrë të vazhdueshme nga kompanitë, lexon gjithashtu sepse dhe ajo si unë ka pasion punën e saj, dhe është ajo e cila është përgjegjëse që të transmetoj këto dije të paktën për portofolin e produkteve tona, dhe ndonjëherë shkojmë edhe më gjerë, sepse që të tregosh produktet ti duhet të flasësh edhe për problemin, për indikacionin. Dhe është ajo e cila duhet të jetë prezente kur kemi mundësi në farmaci, siç erdhëm edhe ty, për kolegët e tua farmaciste, por edhe në aktivitete pak më të gjëra, siç mund të jenë konferenca apo siç mund të jenë aktivitete evente tonat, që ne bëjmë vetëm me qëllim edukimin. Mori një gjë nuk marrëvet në takimin ballë me kompaninë tuaj. Një nga vajzat që ti po flisje pak më përpara e trajnuar nga ju, më erdhi me një vetbesim të plot. Nga ana tjetër unë gjithashtu me vetbesimin tim, dhe ne kemi nisur takimin ton me një sherr midis njëri tjetrit. Po. Dhe në fund u ndam unë me mendimin tim, ajo me mendimin e vet. Takimin e dytë pastaj. Seriozisht? Po, takimin e dytë ulëm dhe kemi diskutuar dhe kemi rënë në të njëjtin mendim se farmaceutika, por barnat, por edhe suplementet, edhe dermokozmetika e kanë të nevojshme edhe të domosdoshme rëndësinë e informimit jo vetëm nga mjekët, jo vetëm nga farmacistët, por dhe atë që klienti fundor ose pacienti fundor që e dëshiron ta marrë në mënyrën e duhur, me informacionin e duhur. Eksakt. Sepse shiko çfarë ka ndodhur. Ne mos gabohem tani, ka qenë në lidhje me ndërveprimet e dy firmave farmaceutike, po në dermokozmetik. Dhe pyetja ime ishte pse duhet të ndërveproj kjo me këtë? Duke përmendur pra për brende, po thua për marka. Brende, jo vetëm brende, por dhe për principe kimike aktive të dermokozmetikës. Dhe ajo filloi me një zell të madh, rikos për të shpjeguar. Dhe në fund arritëm në konkluzionin që po është shumë e rëndësishme që informacioni të jepet i detajuar dhe me burim zyrtar. Absolutisht, po. Absolutisht, po. Po shikoj ju të dy, siç the ti, që në fillim nuk u puqet, por pastaj rat të dy në të njëjtin mendim, e keni dashur të dy. Por më beson, nuk ndodh rrallë, fatkeqësisht nuk ndodh rrallë, që nuk gjejmë të njëjtën gjë te kolegët e tjerë farmacistë. Thjesht ndonjëherë se nuk dua absolutisht të qortoj apo të kritikoj, sepse nuk jam në këpucët e tyre dhe nuk e di mbase 100%. Unë mendoj që në përgjithësi në Shqipëri njerëzit janë të lodhur, të mërzitur, dhe siç tham përpara, puna në farmaci nuk është kaq allegro dhe entuziaste çdo ditë, që mos marrin parasysh fare problemet që çdo njeri ka. Dhe mbase edhe kjo ndikon. Por unë them, nëse ke zgjedhur të bësh, janë disa profesione që nëse ti zgjedh të bësh, ti ke detyrim ndaj gjithë komunitetit në cilin ti jeton, ndaj njerëzimit, por e fare se po çoni në shkallë shumë të gjerë, që ti ta bësh atë punën me maksimumin e përpjekjeve tua për të qenë gjithmonë e saktë në informacionin që u përcjell pacientëve. Unë e them me bindje këtë që për t'i pasuar asaj çfarë the, fjalës së urtë, mirë ti më puna ime që s'të bëri dora ime. Dhe ne kemi për detyrë për ta bërë këtë, dhe na ka rënë për ise që e kemi zgjedhur Marsi, se shikon mund të bësh top kur të duash. Okej, mund ta lësh, nuk ka asgjë të keqe. Unë kam parë njerëz që kanë lënë karriera për të filluar karriera të tjera, kanë qenë shumë më të mirë, s'ka asgjë të keqe. Nuk e vën diskutim të Alba, por dëshira për të sjellë inovacione gjithmonë e kanë shumë pak njerëz. Me këtë më beso. E thjesht duan të kenë në atë kuadrin e vetë të punës të përditshme. Në comfort zone, thua ti, atë të famshmin comfort zone, se tash është termi i njohur, kështu që po e themi anglisht, në zonën tënde të komfortit në shqip, domethënë. Tani tapim pak një temë si farmacist, si koleg farmacist, por që është me mjaft rëndësi. Do thuash pse? Sepse do t'i referohem dermokozmetikës, ndërsa me qenë se është një fushë që ti e mbulon shumë mirë. Dhe do doja një mendim shumë sinqert. Kam dëgjuar
në shumë vende që në momenti që sugjerohet një produkt dermokozmetik ose kozmetik, thuhet që duhet marrë vetëm një firmë e caktuar. Nuk duhet bërë kombinime, duhet marrë 2 apo 3 produkte për të parë rezultatin final. Nga ana tjetër kam parë që duhet bërë një kombinim midis produkteve, një të një brendi, një të një brendi tjetër. Kam parë që mjafton vetëm një produkt, duhen sërish 2 apo 3 produkte të brendeve të ndryshme. Tani ku ndahet shapi nga sheqeri? Sot e kësaj dite, sidomos është shumë e rëndësishme që farmacisti të di që lëkurat në përgjithësi kanë krijuar një ndjeshmëri që nuk ka ekzistuar më parë. Pra njëri një kohë pyesnim çfarë lloj lëkureje, është e ndryshme, është e thatë, është me ndonjë problematik të caktuar, pra njolla akne apo ku e diun, dhe rekomandonim në bazë të kësaj. Çfarë është vënë re sidomos pas Covidit, mbase nga përdorimi i shumë të produkteve që u blen online atë kohë, apo mbase edhe nga vet virusi, nuk e di, ose mbase nga periudha shumë e stresuar që njerëzit kaluan, pra faktorët mund të jenë shumë, unë nuk di tipikisht njërit, por është vënë re që kemi gjithmonë më shumë lëkura të ndjeshme. Çfarë do të thotë të ndjeshme? Bariera e të cilave është e dëmtuar. Pra lëkura jon ka një funksion barierë mbrojtës që është shumë i rëndësishëm, një shtresë të sipërme e cila e kryen këtë funksion, dhe është pikërisht kjo barierë e cila është dëmtuar. Dhe kemi gjithmonë më shumë njerëz me lëkura të ndjeshme. Dhe farmacisti duhet të di që është shumë e rëndësishme të pyes përpara, pra pavarësisht se njohim llojin e lëkurës për të cilën duam të rekomandojmë, sa e ndjeshme është lëkura e këtij njeriu, e këtij personi. Sepse këtu varet fortësisht se çfarë produkti ti do të rekomandosh, që do të thotë me çfarë përbërësish aktiv. Tani kur flasim për marka të ndryshme, çfarë ndodh? Nëse do të japim serumin e një marke dhe kremin e një marke tjetër, që normalisht serumi është ai që do jetë i pari dhe kremi është ai që do vihet pas serumit, këto të dyja, duke qenë nga marka të ndryshme, jo domosdoshmërisht kanë përbërës aktiv të cilët nuk janë aq agresiv për lëkurën. Pra vërtet mund të jemi duke trajtuar për shembull një njoll, por jemi dhe në një lëkurë të ndjeshme. Duhet jemi shumë të kujdesshëm në kombinimin e përbërësve aktiv të produkteve kundër njollave. Zakonisht ne themi për shembull që kundër njollave mjafton, është e rëndësishme që të kemi sa më shumë përbërës aktiv, sepse këta janë sinergjizues të veprimit të njëri tjetrit, duke qenë se të gjithë luftojnë njollën, por nga ana tjetër me mekanizma të ndryshëm, kështu që sa më shumë të kemi, mund të janë 4-5 zakonisht gjenden në formulime, është edhe më mirë. Po nëse një nga këto produktet, për shembull, mund të ketë në përmbajtje dhe retinol, mund të ketë përmbajtje alfa hidroksiazide, të cilat janë problematike, janë agresive, por lëkura të cilat janë shumë sensitive. Nëse ti kombinon nga 2 marka të ndryshme, absolutisht mund ta bësh, por duhet të jesh shumë i qartë se çfarë kanë në përmbajtje këto të dyja. Kurse kur je brenda një marke, siguria që farmacisti ka është që unë e di që nëse jap serumin e të njëjtës marke dhe kremin, atëherë këto të dyja janë komplementare të njëra tjetrës. Por eksakt, nuk kemi përplasje me njëra tjetrën dhe nuk dëmtojmë për më tepër. A ka gjithmonë rëndësi çmimi tek një produkt dermokozmetik? Unë mendoj që patjetër çmimi tregon diçka. Unë kam punuar gjithë jetën time në kompani distribuimi dhe kam parë mënyrën se si një çmim blerje përkthehet në një çmim shitje final. Dhe unë di shumë mirë që një çmim blerje i cili ka një vlerë të caktuar dhe përpasoj do përkthehet në një çmim më të lartë shitje, ka realisht të bëjë shumë me cilësinë e atij produkti, me cilësinë e asaj kompanie prodhuese. Ka një gjë tjetër që unë e them shpesh, e kam marrë nga shoqja ime, në fakt e tha një herë, thjesht do ta mbaj mend këtë. Në fund të ditës çdo biznes që bëhet varet shumë nga ndërgjegjja e personit që e drejton atë kompani, atë biznes. Dhe siç e tham përpara, siç e cekëm, të qenit në një biznes ku ke të bësh me shëndetin e njerëzit, sepse edhe produktet dermokozmetike nuk janë kaq të thjeshta, dhe s'ka problem se i vëmë lëkurë, sa se çfarë do na bëjnë që nuk dim shumë mirë se çfarë aftësish ka lëkura, çfarë mund të ketë lëkura. Çdo organi më i madh i trupit të njerëzit. Nëse sidomos kur flasim për trupin, për produkte të cilat janë për trupin, që ti i vën në zona shumë të mëdha, por edhe kur flasim për produkte që janë për fytyrë, për lëkurën e fytyrës, ti i vën në përditshmëri dhe për një kohë të gjatë, që do të thotë që mund të presim dhe efekte të tjera të brendshme sistemike në lidhje me këtë produkt. Kështu që për mua çmimi
me çfarë kam parë gjatë gjithë jetëgjatësisë time në këtë profesion, në këtë punë që kam bërë, është i rëndësishëm. Pra tregon diçka. Jo domosdoshmërisht, sepse për fat keq në Shqipëri kemi dhe abuzime, por për mua tregon diçka. Absolutisht. Arba, po ndërveprime midis produkteve dermokozmetike, të ka qelluar të kesh pasur me pacient real? Ndërveprime midis produkteve, ndërveprime të lidhura me, siç thash, efektin sinergjizues të njëra tjetrës. Pra duhet jemi shumë kujdesshëm se si kombinojmë ato që po thoshim përpara. Po, janë ato që pastaj pasojnë irritime të lëkurës dhe që duan një kohë relativisht të gjatë për të rikthyer në gjendje normale, pra që lëkura të kthehet në gjendje normale, se lëkura ka cikël pak të gjatë rikuperimi, sidomos me moshën ky cikël bëhet dhe më i gjatë, kështu që po, ka pasur, patjetër që ka pasur. Tani nga dermokozmetika do kalojmë pak tek suplementimi se aty është dhe fusha ime preferuar. Edhe ime në fakt, kohët e fundit. Mikrobiota. Sa e rëndësishme është sot? Mikrobiota, mendoj shumë e rëndësishme. Mikrobiota i referohemi të gjitha bakterieve, kryesisht bakterieve të cilat ndodhen në zorë. 38 ose 37 trilion qeliza kemi në organizëm dhe kemi po kaq mikroorganizma. Më thuaj ti mua që nuk është e rëndësishme. Nuk janë të rëndësishme këto për të studiuar dhe nuk janë të rëndësishme këto për shëndetin tonë. Unë besoj që kemi shumë për të mësuar akoma. Megjithatë deri tani, zora është organi më i studiuar për mikrobiotën, atë që ti përmende, dhe shëndeti i saj është provuar që është i lidhur drejt për drejt me trurin, me lëkurën dhe me organe të tjera dhe pritësisht do t'i dëgjojmë dhe në të ardhmen. Kam parë një intervistë profesor Petrelës, i cili thoshte zora është e lidhur drejt për drejt me trurin dhe mikrobiota është po aq shumë e rëndësishme dhe për funksionin e trurit dhe shëndetin e trurit. Është i shkojnë të lidhura, sepse pra shëndeti i zorës është drejt për drejt i lidhur me shëndetin e mikrobiotës së saj. Do të thonë kur e kemi bërë në trajnime, në pamje na është treguar një cop tok, e cila është shumë e shëndetshme, është me bar, është me lule e tjera dhe kjo është zora në eubioz, pra në shëndetin e plotë të saj, dhe pastaj një cop tok e cila është me copa bari të hequra, me ca lule të vyshkura, me ca të tjera që s'ekzistojnë fare, sepse mikrobiota e zorës është shumëllojshmëria e mikroorganizmave që përmban, por jo vetëm kaq, është edhe sasia e çdo shtami që përmbahet. Dhe mikrobiota e gjithë secilit prej nesh është totalisht e ndryshme, është si një fingerprint. Pra është totalisht unike për një person të caktuar dhe sigurisht mund të ndryshojë gjatë jetës, mund të ndryshojë nga mënyra e jetesës, mund të ndryshojë pra nga cilët faktor të rëndësishëm të mënyrës së jetesës ndryshojnë mikrobiotën e zorës. Gjumi jo i mirë, ushqyerja jo mirë, ajo jeta sedentare që tham, pra mungesa e aktivitetit fizik, stresi në mënyrë të vazhdueshme. Dhe pastaj, meqense jemi duke folur për farmacistët dhe për farmacin, barna të ndryshme, barna të tilla si antibiotikët që mbajnë sigurisht vendin e parë për shkatrimin e kësaj mikrobiote dhe për pasojë shëndetit të zorës dhe kortizonikët, frenosit e pompës, ku diun, e tjera, nuk më vjen tash, po është ka shumë kategori barnash që gjithashtu ndikojnë totalisht negativisht në shëndetin e zorës. Meqense jemi te antibiotikët tani dhe një pyetje që vetes ja kam bërë shpesh më përpara, ka qenë probiotikun duhet ta përdor para antibiotikut, pas antibiotikut, sa orë larg, ndoshta po vepron mirë, ndoshta nuk po vepron mirë. Dhe unë gjithmonë e kam rekomanduar të paktën 5-6 orë larg antibiotikut në fillimet e mia kur kisha pak informacion. Por për ta përhapur këtë informacion, le të themi më të detajuar, sepse çdo njeri nga ne mund të përdorë antibiotik. Absolutisht po, gjatë jetës. Kush është mënyra më mirë për marrjen e probiotikut në rast në kur ne përdorim antibiotik? E para që duhet të them dhe që është më në rëndësi se kjo është shumë e rëndësishme kur duhet marr, por e para dhe më e rëndësishme është që probiotiku që ti merr në përditshmërinë tënde, pra kur them ti pacienti, klienti fundor, merr në përditshmërinë tënde nuk është probiotiku i duhur për tu marr gjatë terapisë me antibiotik. Janë shtame të caktuara, ato të cilat mund të merren gjatë terapisë me antibiotik. Çfarë ndodh? Ti merr një antibiotik dhe antibiotiku çfarë ka funksionin e tij primar? Të vras, të zhduk të gjitha ato bakterie, sepse janë antibakterial,
Nuk e di, vjen gjithmonë në mend kjo që do të them, nuk merren për viruse, besoj e kemi përmendur pafund që s'merren. Anyway, po, dhe pra ti ke një infeksion, ti merr një antibiotik. Ky antibiotiku vret të bakteriet që kanë shkaktuar këtë infeksionin. Në të njëjtën formë, ky antibiotiku do të vrasë dhe do të shkatërrojë edhe ato bakterie të cilat ndodhen në zorrën tënde. Pra nuk njeh ai nëse janë patogjene, pra ato që po shkaktojnë problemin, apo janë bakterie të mira. Ai do vrasë çdo gjë. Dhe në qoftë se ti je duke marrë një probiotik, gjatë kohës që merr antibiotik, pra praktikisht ti nuk po bën asgjë. Thjesht do harxhosh ca para më shumë se do ta blesh edhe një herë këtë probiotikun, pasi të kesh përfunduar antibiotikun. Sepse njësoj ky probiotik, pra këto bakterie të mira që ti po merr, gjithashtu do të asgjësohen nga antibiotiku që ti je duke marr. Kështu që e para njëherë është që janë probiotik të veçantë ata që merren gjatë terapisë me antibiotik. Dhe pastaj duhet themi që duhen marrë se s'bën të paktën 2 orë larg antibiotikut. Kjo është shumë e rëndësishme. Tani nisur nga prindrit e mi, marrin telefon edhe kur kanë shqetësime, po të them rastet më të shpeshta diareja. Edhe thot, më thoj një probiotik, çfarë të marr? Tani që ta zgjerojmë pak të. Si bëhet përzgjedhja e një probiotiku? Në vetvete për raste të veçanta, diareja nga përdorimi, le të them, i antibiotikëve, prishja e mikrobiotës për shkak të stresit apo kushteve të tjera. Kompanitë të cilat janë dedikuar prodhimit të probiotikëve, që me qëra fjala këtu dua të përmend edhe një gjë, sepse tregu jo vetëm në Shqipëri, por gjithandej në fakt në botë është të ngarkuar me produkte të cilat thuhet se përmbajnë bakterie të gjalla. Termi probiotik pastaj është totalisht një gjë më vete, pavarësisht se ne e përdorim në përditshmëri, është një koncept i cili do të thotë shumë më shumë se aq. Por dua të them këtë, që këto bakteri të gjalla dhe të gjitha këto produkte që janë sot në treg, thash, në gjithë botën, e vetëm këtu në Shqipëri, duhet të kemi parasysh që duhet të mbeten të gjalla deri në momentin që arrin në vendin e veprimit, që është zora. Që do të thotë që nga momenti që prodhohen dhe deri në momentin kur një pacient, pra nëse prodhohet, nuk e di, në Francë dhe do vi në Shqipëri dhe do rri në farmaci dhe pastaj nga farmacia do merret nga ky pacienti, duhet të qëndrojë në kushte të pandryshuar. E para të jetë gjallë, e dyta të mos jetë ndryshuar gjenetikisht gjatë prodhimit të një baçe apo një baçe tjetër. E treta, të rezistojë acidit gastrik, sepse acidi gastrik është ai që shpesh i shkatron këto bakteri të gjalla dhe të arrijë në vendin ku duhet dhe të kolonizohet aq herë sa duhet. Ato që shohim ne 10 miliard apo 40 miliard CFU etj, ato janë shumë të rëndësishme se është aftësia kolonizuese që ka ky bakter. Kështu që kjo është një dhe shumë e rëndësishme, pra cilësia. Dhe e dyta që unë kam mësuar vetëm në fakt së fundmi, për të thënë vërtetën, prej një viti, është që probiotiku dhe indikacioni në të cilin ai jepet është totalisht dhe drejt për drejt i varur nga shtami specifik. Pra nëse kemi një Lactobacillus acidophilus, po themi, pra kemi gjinin, kemi specien, është shtami, është një që zakonisht përfaqësohet nga disa gërma ose disa gërma të kombinuara me numër, ai që përcakton totalisht indikacionin se ku duhet përdorur. Dhe janë kompani të tilla të cilat janë dedikuar prodhimit të probiotikëve, janë dedikuar me ato integritetin që unë fola përpara, që të gjithë në fakt që jemi të përfshirë në këtë industri duhet ta kemi, të cilët bëjnë studime mbështetëse, pra zgjedhin së pari, identifikojnë shtamet, zgjedhin shtamet të cilat kanë studime, bëjnë dhe studimet e veta mbështetëse nëse është e nevojshme, pikërisht për të thënë se cili shtam ose cili formulim shtamesh, se mund të jetë një probiotik dhe përgjithsisht nuk është vetëm një shtam, janë disa shtame të vendosura së bashku, dhe këto nuk duhet edhe të pengojnë njëra tjetrën, sepse ndonjëherë frenojnë rritjen e njëra tjetrës. Kështu që ka shumë faktorë që duhen mbajtur parasysh, plus që ndërveprojnë me ato bakteriet që gjejnë aty në zor kur shkojnë. Kështu që është shumë komplekse, shumë e bukur, por shumë komplekse, ndaj duhet pasur parasysh që po, për problematika të ndryshme ka probiotik të ndryshëm. Për antibiotik, siç e tham, janë shtame, zakonisht është Lactobacillus rhamnosus, ka pas ekzistuar dhe është akoma dhe Saccharomyces boulardii, që është në fakt një lloj yisti, majaje, si i themi. Më i fundit është Lactobacillus rhamnosus, dhe përgjithsisht ai është që është pjesë e probiotikëve,
ku të cilët indikohen gjatë terapisë me antibiotik. Pastaj, zakonisht probiotikët i kemi dhënë që në fillim për imunitetin, të paktën unë kështu i kam njohur fillimisht se farmacista. Dua një probiotik sepse dua të rris imunitetin. Pse? Se e kemi mësuar tani, 78% e qelizave imunitare marrin inicimin nga zorra, kështu që ne duhet kemi një zorë të shëndetshme që të kemi një imunitet të mirë. Kështu e kemi dhënë, kështu e dija dhe unë, vetëm këtë dija si funksion kryesor dhe primar, janë shtame të atilla të cilat janë studiuar për këtë. Dhe formulime të atilla të cilat përdoren për këtë qëllim. Por nga ana tjetër duhet pasur parasysh, ne pyesim për shembull, çfarë shqetësimesh ke gastrointestinale? Pra ne pyesim në farmaci edhe gjëra të tjera, pra ke fryrje, ke dhimbje pas ngrënies, apo ke probleme me jashtëshitjen, qoftë diare apo konstipacion apo një miksim të dyjave dhe në bazë të kësaj pastaj zgjedhim probiotikun e duhur për këtë individ. Për diaren pastaj nëse meqense më përmendë për shembull raste të xhanom kemi plot gjithmonë raste në familje të diares në sezonin e verës apo nga arsye të ndryshme qoftë edhe pas marrjes së një antibiotiku. Dhe edhe ato janë shtame specifike që përdoren në rastet e diares. Tani për të kaluar pak në një temë po aq të rëndësishme sa këto tema që kemi prekur deri tani. Jo më kote nisa me disiplinën, jo më kote nisa me këmbguljen dhe intuitën, që ti mund t'i bëra si pyetje për të vazhduar dhe në këtë pyetje që do të bëj tani. Të rinjt. Kolegët tanë të rinj? Po. Çfarë ka ndryshuar? Pse këta të rinj po i duan kaq lehtë gjërat sot? Ke bërë një pyetje $1 milion, domethënë, por që mendoj nga këndvështrimi im se do jenë pak gjëra të përgjithshme këto. Por një e para mendoj se ne si njerëzim jemi në një periudhë totalisht tranzitore. Asgjë nuk është më siç ka qenë më parë, dhe të gjithë jemi pak gati ndonjëherë në një krizë identiteti, askush nuk e di çfarë do vërtet, çfarë duhet të bëj, ka pak shtylla morali, parimesh të vlefshme sot, ato vlerat të kthyer në antivlera dhe anasjelltas kanë çoroditur mendjen edhe të atyre që janë më të mëdhenj e jo më të rinjve. Telefoni, kur them telefoni, rrjetet sociale, videot e shkurtra, të gjitha kanë bërë që të mungoj dëshira dhe pasioni për diçka. Ose në fund të ditës ajo puna që ke zgjedhur të bësh të mos jetë detyrim, por të jetë diçka që ti vërtet do ta bësh dhe të kuptosh madje dhe rëndësinë e se çfarë roli të rëndësishëm ke ti në atë farmaci, në atë banak për të gjithë njerëzit që vinë dhe paraqiten aty te ty. Kam përshtypjen që tash mungon dëshira dhe vjen si pasojë të gjitha këtyre dhe një sens identiteti dhe një sens mungesë motivimi dhe mosparja e një rruge përpara dhe aq më pak të zgjidhjeve për të arritur aty ku duan. Arba, mos ndoshta duhet ta kthejmë mirë gishtin nga vetja jon. Si drejtues, si orientues, mos ndoshta po gabojmë ne. Mos ndoshta po gabojmë ne. Atë më tham pak përpara që edhe ne jemi të pagabueshëm, unë thashë kam me shumë pasion, përpiqem ta bëj shumë mirë këtë gjën, kam disa parime të mia që nuk i thyej, por në fund ditës absolutisht dhe unë bëj gabime, absolutisht dhe unë në fund ditës kështu kam mësuar duke bërë gabime. Kështu që dhe ne jemi të pagabueshëm dhe se diskutoj fare që diku edhe ne mund të kemi gabimet tona. Por i kthejmë asaj që tham fillim, që duhen dy palë, Marsilt. Tash duhen dy palë. Unë mund të kem dëshirën të të edukoj ty, të të edukoj, se nuk është se unë di më shumë për këtë që po flasim, për një produkt caktuar, për një indikacion caktuar, mbase unë nuk di shumë gjëra të tjera që ti mund të dish. Dhe mund të më gjithashtu unë duhet jem e hapur që ti të më edukosh nesër, nëse do më duhet për punën time, për një produkt caktuar, për një aspekt caktuar të punës, ku e di unë, çfarë do lloj gjëje qoftë. Po duhen dy palë. Kështu që apo bëjmë ne një gabim, nuk e di, unë përpiqem në përditshmëri me të gjithë stafin tim
Tani mbase nuk jam gjithmonë 100% se kam dhënë ditë e mia, me thënë drejtën, por përpiqem në përditshmëri të transmetoj atë që unë besoj. Sepse vetëm kështu mund ta shoh. Mund ta shoh çfarë ndodh brenda kompanisë time. Unë besoj ato produkte, unë besoj atë që them për veprimin e këtyre produkteve, unë besoj në cilësinë e tyre, unë besoj në këtë gjë të cilën kam ndërtuar. Dhe këtë përpiqem ta transmetoj dhe të tjerët. Por nëse dikush nuk e pret, nuk do ta pres, për shumë arsye, çfarë mund të bësh? Nëse do t'ja transmetoje fëmijës tënd të gjithë këto informacione, edhe të gjithë këto punë të cilat ti ke në përditshmëri, sa të gatshëm do ishin ata, sepse në vetvete fëmijët e tu janë në një moshë me këtë brez që ne po flasim të kolegëve tanë. Transmetimi i dijes ka shumë mënyra, por sidomos me brezat e rinj është e para të pranosh që jeni ndryshe dhe ti mirëpresësh ndryshimet e tyre, edhe pse ty mund të mos të duken okay. Ke parasysh të shprehjen që na ka pasur tënde neve, kur isha unë sa ty, në kohën tonë, në kohën tonë mund ta thuash ti si nostalgji për veten tënde, por punërisht që nuk është më koha jote, është kjo koha tjetër. Dhe në fakt, në lidhje me pyetjen tënde na takon neve të përpiqemi të kuptojmë ata dhe jo e anasjellta. Fillimisht, sepse e para për shembull, duhet ja për shembullin, që unë nuk e kuptoj shumë mirë këtë që po thua, por do përpiqem ta kuptoj. Dhe do ulesh dhe do përpiqesh ta kuptosh. Dhe pastaj, duke dhënë shembullin tënd dhe duke vërtet u përpjekur, do presësh dhe nga fëmia që të bëjë të njëjtën gjë bash avash. Dhe kaq mendoj. S'kemi çfarë të bëjmë tjetër. Arba, ku e shikon tregun farmaceutik pas 5 vjetësh dhe pas 10 vjetësh? Nuk e di fare Marsit. E di pse ta bëj këtë pyetje? Ta bëj këtë pyetje sepse më pëlqen se je parashikuese e mirë edhe për blendet që ti zgjedh, edhe për mënyrën se si e trajton dhe e mendova. Kanë qenë gjërat një farsoj se në kohën tonë. Ta bëj shaka. Desha të them, kanë qenë gjërat në një farë mënyre dikur dhe ti mund të parashikoje. Por se ti, tregun farmaceutik e shikoj shumë të gërshetuar me AI, me inteligjencën artificiale, jashtëzakonisht shumë. Mbase procese pune të cilat mund të automatizohen, do automatizohen. Mendoj që kur asnjëherë faktori njeri do të mund të dali jashtë funksionit për t'i qenë pranë njeriu dhe shëndetit të vet dhe kërkesave që njeriu ka ndaj shëndetit vet, por që do jetë totalisht ndryshe nga çfarë është tani, qoftë edhe pas 5 vjetësh do jetë. Po se si do jetë Marsi, nuk di të ta them, sinqerisht do doja shumë. Bile po njofte njëri që ka një ide më të mirë se mua, ma thuaj. E vështirë është, sepse të gjithë jemi në të njëjtën mendim. Kur shikojmë teknologjinë që ka avancuar jashtëzakonisht shumë, kur shikojmë që shumë profesione sot po zvendësohen nga AI, kur shikojmë që zgjidhja e shumë çështjeve nuk kërkon vetëm burimet njerëzore, por mund të zgjidhen shumë shpejt dhe me teknologjinë dhe mënyra të ndryshme që ajo të ofron. Mendoj që ne duhet jemi me sy e vesh për nga e ardhmja. Absolutisht. Është pikërisht ajo që po thoje. Që në kohën tonë, ndoshta pas 5 vjetësh do themi edhe ne në kohën tonë, apo dhe pas 10 vjetësh në kohën tonë. Është e vërtetë. Nuk e di. Unë në kohën tonë mund të referohem në një brezi të caktuar, në fakt, se ka qenë kaq ndryshe, kam jetuar në komunizëm, pastaj në demokraci, pastaj erdhi era e internetit, tani AI, domethënë jeta ime ka pasur ndryshime, wow, e imja dhe shumë të tjerëve, po, edhe imja personalisht për gjëra të tjera. Dhe ama prap dalim ke shprehjet e të vjetërve që thon si janë ato shprehjet që thon që apo jetës nuk e dihet kurrë, ose ka të disa shprehje angleze që s'po më vijnë tash, po që jeta është si një box of chocolates, you never know what to expect. Kështu që kjo të besoj vazhdon dhe vlen edhe në të ardhmen, nuk e dim, ja të shohim. Po shqyr kemi aftësinë përshtatse dhe duhet të ruajmë marrëdhënien me njerëz, se për mua dhe kjo është
Ka humbur. Po shkon keq dhe po ndikon shumë keq edhe në shëndetin e njeriut, meqense po flisnim që fillojmë me shëndetin mendor e gjitha të tjerat me radhë, dhe do e tjetërsoj totalisht njeriun. Tani përmbyllje. Një gjë të bukur përmbyllje. Thej që kam prekur të gjitha sistemet, nga sistemi i diktaturës, që nga ndryshimet në Shqipëri, nga teknologjia dhe AI e më radhë. Tani çfarë të motivon ende kësaj dite në jetën tënde dhe në punën tënde ku ti ushtron në përditshmëri? Çfarë më motivon në jetën time dhe në punën time? Shiko, po më motivoj për jetën time, mendoj që vlen pastaj edhe për punën. Ka akoma stade të jetës time që duhet të jetoj dhe do të jetoj. Më pëlqen shumë të jetoj, jam shumë kurioze për çfarë do ndodhi më mbrapa, jam dhe e friksuar her pas here. Por e kam me shumë rëndësi prezencën në këtë tokë, për aq kohë sa e kam nënshkruar atë kontratën, kështu që dua ta çoj deri në fund. Më motivon pafundësisht kjo, besimi. Tani unë me dëshirë të madhe do të doja që ta zgjasim akoma dhe më shumë këtë bisedë, sepse falenderoj. Me ty ndoshta mund të rish edhe një 6 orë, 7 orë, prap nuk mbarojnë diskutimet e muhabetet. Falenderoj shumë. Edhe më pëlqeu fakt bash bisedimin shumë. Faleminderit dhe të vlerësoj jashtëzakonisht shumë si figurë publike, si figurë e shumë farmacistëve, por dhe si femër e cila paraqet një sukses të jashtëzakonshëm, por dhe jep burim frymëzimi për shumë vajza të reja. Dhe këtë ta them me bindje. Falenderoj shumë. Nuk e di mbas u skuqa, nuk e di a duket, por që të falenderoj sinqerisht. Falenderoj. I vlerësoj shumë sepse jam fjalë të një kolegu që e njeh tregun edhe përpasoj kanë vlerë të veçantë. Të falenderoj shumë. Shumë faleminderit.